Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët në kanalin tim dhe mirë se erdhët në një tjetër video vlog. E sot do të nisem më në fund me pushime. Unë sa erdha çova Kalvin tek shkolla tani sepse sot kanë ditën si quhen deftesave. Marrin deftesat edhe kështu që më duhet ta sillja me patjetër që ta merrte sepse jepni vetëm sot ditën e fundit. Edhe do nisemi, do marr Kalvin pastaj edhe do nisemi. Sot do të nisemi për në Majorka. Ja, unë bajta ka gjatë, sigur, unë bajta sekret shtetëror, për ta bërë pak më interesante, kuptohet. Do të nisemi në Majorka dhe do të jemi aty një javë. Oh, kjo puna me Majorka ka qenë do ikim. Do më thënë, në trurin ton e kemi anulluar një 100 herë, edhe resorti që do shkonim e kemi anulluar një 2 herë, sepse kemi zgjedhur në fillim një tjetër. Pastaj menduam është shumë për një resort, se ne jemi dhe shumë veta, normalisht paguajmë edhe goxha. Edhe pam shumë opsione që dhe të kënaqeshim edhe të ishte tamam e leverdi, sepse vendosëm që përveç atyre do të bëjmë dhe pushime të tjera. Direkt pas asaj do të nisemi në Zvicër. Do të ikim në Zvicër, pas Zvicrës do të ikim në Itali. Kështu që ja u thash të gjitha që në fillim të videos për mos ju lënë në suspans. Bisha ka se do ngeli në suspans, por po, kështu kemi vendosur që do të bëjmë pushime dhe jemi munduar që të gjejmë gjëra interesante, që dhe të kënaqemi dhe të shijojmë pushime, dhe të kemi ato kushtet që ne duam, se normalisht jemi me 3 fëmijë. Edhe kështu, jam shumë e lumtur, s'kam fjetë gjumë fare, ju nga emocioni, po nuk e di, fillova po shkoja ca podcast, më dalli që gjëra interesante normalisht, po pastaj më lodh truri si duket edhe nuk më zinte gjumi nga shumë mbi stimulimi që pata nga telefoni. Edhe deri nga ora 2 ca kështu nuk ka zënë gjumi me zim, ka zënë gjumi. Po gjithsesi sot jam ngrit kështu shumë mirë, sepse jam shumë e lumtur që do të ikim më në fund me pushime. Jetë muaji më i bukur mendoj unë, sepse do të bëjmë shumë pushime, do na vinë njerëz nga Shqipëria, edhe do jetë super. Shikoj thënë kemi si bëra dje. Do thënë kjo është maksimumi që mund të bëj unë si njeri bazik që jam. Gjithsesi po ikim në shtëpi që mos pas kohë, do mbyll valizhet e fundit, sa të vim në Vërdall, Kalvin ka mbaruar, do vim të marrim Kalvin dhe do ikim. Får vi kaffe? Do i quni? Elefant. Wo ist ein Elefant? Ku është, oke, gjenda ti? Wo ist der? Sa po erdhëm tek aeroporti i Düsseldorfit, nuk ju ka marrë fare në fakt, nuk ju kam folur fare gjithë rrugës sepse kemi qenë në tren, do të thonë shkuam me makinën tonë deri mbrëmje, pastaj erdhëm me tren deri këtu, sepse për ne është më i rehatshëm dhe më komod treni se sa me makinë. Do të thonë deri në Düsseldorf kishim kështu një 2 orë gjysmë kemi bërë, por që rruga shkoi shumë mirë, Kalvin njohu disa njerëz të rinj, një çift të moshuar gjerman që është kënaq me ata, do të thonë nuk e di sa është kënaq, edhe kur iku madje i mori malli për ata, janë kënaq pafund, edhe ata u kënaqin me Kalvin, thanë që është del shumë i zgjuar, dhe ishin shumë njerëz mirë. Lera aty, mami. Kështu që tani erdhëm këtu, Ivi la valixhet. Vleu një lodër Miki. Wie heißen die? Nuk e di, mami. Ky është shumë aeroport i bukur edhe shumë i madh. Ne kemi qenë në shumë aeroporte, por ky i Düsseldorfit unë pas kam qenë asnjëherë, që nga shumë i bukur dhe shumë i madh, shumë i pastër, shumë gjëra për të bërë që nga këtu, sepse ne do ikim, po nejse. Në herë. Uroj që Miki të flejë në avion, se nuk ka fjet fare. Edhe siç e dini, ne jemi duke bërë këtë trajnimin e heqjes së pelenës, dhe sot është dita 4 dhe ka funksionuar perfekt. Jo, sot është dita 5. Ka funksionuar perfekt që në ditën e 2 Miki ka filluar që të tregoj, edhe nuk e bën kur pipin në pantallona. Pa më këtë vjen. Ti vesh mërzitur se do një lodër tjetër, por që si ja marrë se s'do të thuaf, se sa ja blem një.
Kështu që, po mirë do më thënë, po të regon, se herë që i vjen, madje unë i kisha vënë një Pampers tani një rrugës, edhe me idenë që ta bënte aty dhe ai nuk donte ta bënte, donte ta bënte te tualeti i trenit. Kështu që shkuam te tualeti i trenit dhe mira është që nuk ka frikë dhe nuk e ka problem në asnjë vend. Unë i kisha porositur një përshtatse në Amazon dhe ata nuk na e kishin, do vinte në datë 29, nuk erdhi në datë 29, sot është data 1, kështu që duhet vinte që dje, edhe sot se kapëm dot, kështu që ajo do vi, kisha porositur, do ju lëm me foto kështu tutë çfarë kisha porositur, edhe një kështu mbajtës urine që fëmia të bëj rrugës. Edhe ajo nuk erdhi, Oktavia, që këtish, gullet kot në rrugë. Edhe nuk erdhi, u mërzita shumë fakt se kisha marrë dyja për me vete në udhëtim, që ti kishte miki kudo, por që nuk e kapëm dot. Qose shihni hundën e kuqit të mikit dhe ka bërë se kishte pak sekrecione dhe i fshinte gjithë ditën me gisht edhe ka acaruar, më thënë hundën. Gjithsesi, kështu, siç po e thënë, ka ecur perfekt. Ato dyja ishin shumë mira, se i kam përdorur dhe me Calvin kur ka qenë i vogël. Por që nuk i mora dot me pushime, u mërzita pak, sepse ato përshtaten në çdo tualet ku shkon, por që s'kemi çfarë të bëjmë. Nuk e solli Amazon, do t'i bëj një reklamacion. Se u mërzita shumë në fakt, por hajt më që do bëjmë tani. Kështu është, do përshtatemi me këto që kemi. Do t'almi është fiksuar me këto, i bleu gjitha, nuk e të tregojnë që? Banini, 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 ja banini fan. Nuk as më me flokët, unë këtu për të ngrënë ndonjë gjë tani. E derisa të presim orën e avionit, se kemi ja një orë pas kohë, kështu që kemi mundësinë të hamë edhe ndonjë gjë. Edhe fëmijët do shohin këto kartat që blen, o zoti më. Was sind drei? Ich sag dir was. Niki, de bij nog een foto. Ja? Was Was ist denn? 4-6, 4-5, 2-2. شو من هي اللي حطها مع جبون اللي يبدون عبور؟ perfektes Album. طب شو بدك والله شو بدك؟ Das ist ja oh my god. Hallo? Was hast du denn? Nein, das ist nicht gebaut. Ja, banda? Ja, Mann. Selezi. Selezi mi? Agilist. Ja, was? Wir gehen unten. Barita! Erdhëm në Palma de Mallorca. Bienvenido a la Palma del Mallorca. Bienvenidos. Edhe, shikoni, duke nga flokët e Estoy mi. embarazada de ti. Duke nga flokët e mi, besoj se sa jam lodhur, sa jam traumatizuar. Ose definitivisht e urrej avionin, po çfarë do bëjmë mirë, çfarë do bëjmë? Po gjithsesi në përgjithësi rruga shkoi mirë. Edhe erdhi 16 minuta më para se ç'ishte planifikuar, kështu që po ikim tek rezorti. Miki, ku do ikim? Ich tot. Është ftohtë shpi? Morëm një taksi për të ardhur, për të marrë makinën që kemi marrë me qira, edhe për dy, se donim dy ose një të madhe, një madhe nuk po vinte, po vënoje shumë, kështu që morëm 2 taksi, 20 euro secila. Goxha, në fakt 20 euro në total për 3 minuta rrugë që kishim ne, fix 3 minuta. Por që ç'do bëjmë, kështu është. Nuk prisnim dot për një makinë të madhe se fëmijët janë shumë të lodhur dhe ne aty
goxha të lodhur, ajo pritja ty po frynte pak si shumë erë, të janë si me tjerë, se të tham hajt, më mirë 2 taksi e mbarojmë punë. Shpirt. Kjo është një Cupra. Explain you first how we measure garment. Sa herë hipin këto Cuprat mua më kujtojnë praktikën. Unë praktikën e kam bërë me Cupra, po ka qenë kështu elektrike, ka qenë shumë e mirë, më pëlqente shumë. Edhe si makina më pëlqen, është shumë të lezetshme fakt. Hola. Visto? Hola. This is Adoni jetë nga stel. Po fotëm direkt në mood. me muzikë. Pera bebe. Perame. Grita derivo, trego cuido, intenta conmigo. Sa po morëm këto të recepcioni, tani po kërkojmë një restoran me orë të tëra, do me thonë 1 gjysore, por që nuk po i gjejmë dot, që se si shumë vend i gatruar, shumë i madh. Wow, kjo është doma që do të flem me Nikin. Kjo është një teke për hivjen ose nuk e di kush si do vendosim. Kemi këtë pjesën këtu të salonit. Është edhe tavolina e ngrënies, ju bërë holin më të shpejt të holin. Ju bërë këtë room tourin të shpejt në univers. Kuzhina që spesoj në duhet në njëherë. Një pasqyrë këto e ju më të lodhe në univers. Dhe kjo është pjesa e tualetit, si që shihni atje, ka dhe një vas. Këtu te kjo, ka një vas poshtë. Ora është, këtu kemi televizor, ora është 9:40, ne jemi të lodhur të këputur, tani do ndrohemi edhe direkt do flem gjumë që t'jemi gati për ditën e nesërme. Kjo është pamja që kemi nga dhoma, se lezetshme. Sa bukur, kjo është pjesa tjetër e dhomës, më thënë pamja tjetër që kemi tek dhoma. Se lezetshme. Bukur. Sa bukur. Spider-Man. Mirëmëngjes, ka mëngjesi i parë i pushimeve. Ne jemi zgjuar tani dhe po shkojmë poshtë të ha mëngjesin. Unë s'kam bërë ende make-up ose këto gjëra sepse dua që make-up, ose bëj make-up, po që bëhem kështu pak si njeri me flok me gjëra kështu. Se tani do ha mëngjesin, i thash do vim prapë në tonë. Jemi me grupin sot fundjera çuditërisht. Ky është zori zik nga këto filmat horror, kemi parasysh do të hapur kjo. Sa e bukur jo pamja ku bën kalimet nga një vend në tjetrin. Kam. Tu je ti. Ne hëngrëm ato mëngjesin ton që ishte i lezetshëm, kishte disa gjëra të lezetshme, disa gjëra jo dhe shumë lezetshme. Buen dia, señor. Edhe tani po ikim në plazh, te Playa del Muro. Playa del Muro. Edhe po. Edhe Jamala është Jamal. Edhe kështu, do të thënë do shkojmë tek plazhi tani, jemi bërë gati, sot ka pak erë, nesër do të ketë më tepër erë, po meqense nesër do të ketë erë, ne do ta shfrytëzojmë ditën për të shkuar në një qendër tregtare, për të vizituar në një vend të bukur këtu vërdall. Edhe kështu. Por që sot po do të shkojmë tek plazhi se ne zi. Kartat e futbollit. Kartat e futbollit, u grimet blerë kartat e futbollit. Gjithsesi, besoj se ai plazh është shumë i bukur se Ivi e ka parë aty dhe unë e pash në si më gjon këtu si këtoj. Do jemi Bol. Nuk e di këta race for links, nuk e di. Nice. Merë mami? Bravo. Edhe kështu, plazhi si thash është shumë i bukur dhe Këtu me masha në bëllë e bukur. dhe besoj se do kënaqemi edhe pse sot ka pak erë, siç thash, nesër do të ketë më shumë, por gjithsesi s'kemi çfarë të bëjmë. Kështu është, por temperaturat janë perfekte, domethënë nuk është se del edhe po vdes nga vapa, hajet.
E keni parasysh do ditët e para që do t'i kalosh duke humbur në për rrugë, duke humbur çdo gjë, sepse duhet të orientohesh sa të vish ti këtu. Duket sikur s'futesh te kjo rrugë apo në të vërtet futesh, por që duket se e gjetëm. Se jemi rrotulluar 1-2 herë. Ne i besojmë Google Mapit, po nuk i besojmë syve. Është plazhi, sa në video, por që pas më shumë herë, kanë që në sevën. Ik ben de oudste! Sa po bëra një masazh për këmbët, jam super kënaqur, komplet vetëm këmbë, 25 euro. E kjo ishte fiks. Kjo më bëri fiks 30 minuta, sepse ajo në Greqi më bëri fiks në të Grekut. 6:30, po as 10 minuta s'më bëri. Po kjo ishte super fare. E lam plazhin tani dhe po ikim te hoteli. Do ham në një gjë, do pim në një gjë kështu të freskohemi pak, nuk është shpejt në fakt, nuk është vonë, është ora 11:30, po ikëm sepse frynte shumë erë, edhe fëmijët luanin atje, pastaj kishin shumë ftohtë, si nxihej buza nga i ftohti dhe kështu që ikëm se nuk ja vlente dhe plus dall, gas nuk laheshin dot. Sot nga vapa, nga era nuk është se ishte ndonjë kohë wow për të bërë plazh, po nxehtë është. Por jo ai nxehtë i shëmtuar, kështu që mos të lër të bësh asnjë gjë. Sa lezesh me kjo Fun World. Kështu. Tani do ikim të shohim që do bëjmë në një gjë interesante. Edhe ta mbushim ditën me aktivitete dhe të kënaqemi. Besoj se e dëgjuar asnjë gjë nga ky klima. Ne paguam 21 euro për shezllonin. Kjo piscina e madhe tani, që është pjesë e resortit, kjo resorti është shumë i madh, shumë gjigant. Erdhëm tani te ky kompleksi që është tu, te kjo piscina që është tu afër këtij resortit ton, do të thënë godinës ton, edhe po marrim në një gjë këtu për të ngrënë për të pirë, se tek ajo piscina atje ishte shumë full, edhe nuk na pëlqeu shumë. Unë një herë ju urrej piscinat, nuk mund t'ju them se sa ju urrej, porojt me qoni. Edhe tani po vorësisim këtu në gjë interesante, ndërkohë nuk e di, jo kam thënë apo jo, po unë edhe Ivi të dy flasim spanjisht edhe kuptojmë shumë mirë. Domethënë nuk e di, ndoshta nga telenovela, jo ndoshta, po nga telenovela ti ke mësuar dy. Unë më mirë normalisht, unë ka parë shumë telenovela, por që unë dua ta flas, do të thënë pa bërë gabime dhe dua të mendohem kur flas, ndërsa Ivi flet, nuk intereson se bën gabime, thjesht do ta flasi e flet kënaqe duke folur, ndërsa unë ti do Ivi do të bësh një zgjedhime të kokën tënde, pastaj por që gjithsesi po presim të marrim ndonjë gjë interesante, shumë lezetshëm, shumë kohë, nuk ka shumë aktivitete, po ne jemi me fëmijë, e keni mbrapasush vet ju se si është. Kjo është veshja për të ngrënë. Qa gjetëm aty? O veshëm e më do i tani që ta ham drekën. Goca e babi do vetëm e babi. Yellow. Yes. Dancing at the girl. Yes. Nick. Ma vado da fare. Non c'è il semplice. Bravo, e c'hanno insieme. Papi. I dashur në bëj një video këtu, edhe i që tallet dhe më prish do video. Uore vëlla.
Resorti ku do në fakt është shumë i lezetshëm. Shihni sa bukur i ka këto pamjet, super të bukura, kudo është goxha i madh. Ke akses në shumë vende këtu. Tani që ardhëm drekën ishte okay. Ai peshku nuk më pëlqeu shumë, nuk ishte shije shumë të mirë, po mishi kishte shije të mirë. Kishin bërë një risotto, ai ishte totalisht i pazjer, më thënë të hapte barkun. Këto makaronat kështu me perime siç bëj unë, me domate, me kastraveca, me qepulli, ishin të lezetshme. Përgjithësi pastaj gjërat e tjera ishin okay, por pjesa e peshkut ishte shumë e shëmtuar. Kalena. Bëm gati ne tani, si që pat ju, dhe do të dalim. Po fryn goxha herë dhe nuk donim të shkonim as te pishinat. Bazingja. Nuk donim të shkonim as te pishinat, as te deti, edhe pse kemi lënë disa gjëra te deti me idenë se do të ktheheshim, por që nuk deti Miki. Po nuk po shkojmë, kështu që menduam po shkojmë në një qendër tregtare të marrim ca gjëra që na duhen. Por kemi ndaluar tani po presim Mikin se po merrin ca gjëra që fëmijët të shtyn rrugën, se e keni parasysh që sa e vështirë është i mbash ulur, kështu që për Mikin më tepër. Edhe t'i japim ato gjërat, një 2-3 budalliqe të vogla edhe të ulen të lidhen. 12 në lidhur, po Miki lëviz non stop. Kështu që po, e kemi mësuar tani që të rrim brapa pa mua. Por gjithsesi do në një budallik vogël të njëjtë. Mi ardhur në qendër tregtare si që thash, është shumë lezetshme dhe shumë e madhe. Ti marrë ti bal? Më di këtë vërtet. Haribo. Halibo. Tani beqalen Miki. Tesh babësh për të drejt. Ne sa mbaruam të qendra tregtare tani edhe do iknim në shtëpi, do me thënë tek resorti. Ç'a ka shpi? Ç'a të heq? Ndërkohë sa erdhëm këtu te makina, ishte duke parkuar njëri këtu, shumë okay. Ndërkohë një djalë para kishte një pjesë makine, tha ju ka rënë kjo. Dolëm ne për ta parë ç'a ishte, jo, tha i vit s'është jona, do të thënë s'është na shkoi mendja, ne sa do niseshim. Edhe kur dolëm pa makinën e kishin goditur. Edhe 100% ky robi që është ngjitur këtu, po nuk e pranon, sepse dhe ai e ka mbrapa të goditur dhe i bie që ka goditur me mbrapa kolpi bie me makinën, do të thënë pjesën e makinës mbrapa. Tek pjesa e fenerave. Edhe kështu, tani kemi marrë 100 njerëz në telefon që të vinë ta bëjnë, do me thënë kush e merr për sipër. Kështu që po, ne sa do shkonim në tek resorti tani, do anim darkën dhe do vendosim fëmijët në gjumë, se Mikin e ka zënë si tip kolle që dje. Do me thënë gjithmonë një ditë para pushimeve ose ditën e pushimeve, Miki se si fillon në një koll në një gjë kështu sa për na prisha atë momentin, por që hajt, më dhe se do shkonim se tam hajt të shkojnë të qetësohen? Jo. Ishte kjo që ishte tani. Duhet presim këtu, po vjen një mekanik që ta provoj që mund t'i japim apo jo. Kjo është makinë e re, makinë e mirë në fakt, por që gjithsesi duhet ta kontrollojmë se jemi me fëmijët, nuk mund të bëjmë budalliqe të tilla. Kështu që do ikim. Ky Ivi i ka thënë këtij që mos lëvizi, ky thot nuk e din nëse kam bërë unë, nëse se kam kuptuar, ku diun futja kot, po që ajo ja ka bërë një super zhurmë njerëz se kishte godit goxha. Edhe ky personi këtu është duke qëndruar, sepse Ivi ka thënë që unë kam bërë policinë. Normalisht, siç thash, është goxha dëm dhe nuk kemi pse marrim përsipër dhe mira është që ky është garazh i parkim i qendrës së madhe tregtare, që do të thotë që ka super kamera, e keni parasysh ju. Ndërkohë para syve tanë është një rashtësi. Unë po pres ende Ivin të vi tek makina, se Ivi po do ta kontaktoj mekaniku, po vinte mekaniku dhe duhet të dilte që ta merrte, më duket. Nuk e di që ku ishim, se mora vesh mirë.
Por çka ka mami? Ne shumë gjeni. Miki, ri mirë zemër. Mam, ne kemi vajt 20 herë me mikin tek tualeti sepse tregon gjithkohës për pipi. Po ndërkohë tani, çka ka mami? Lutem, okej, lëre motrën, të kam zemër. Edhe tani më tha mua të bëj kaka. Ndërkohë, ne nuk iknim dot se jam në makinë me fëmijët, i thash bëje në bebelin sepse i mbaj një nga këto pampersa që janë si pens, këto janë shumë mira kur jeni me fëmijët, kështu kur dilni rrugës për shembull dhe thjesht ja ulni, ha me zemër. Do ikim tani jo dashuri. Nuk turojnë dot as ta, nuk kanë faj sepse lodhen. Çfarë ke dashuri ime? Edhe blem topa, shkuam te Decathloni, blem dhurata, gjëra të bukura, edhe po ju thoya për kakën. Miki tha po vjen kaka, unë i thash bëje te bebelina, Miki e bëri tani dhe nga që Miki e bën në tualet, ha mama. Do tregosh e bluzën, tregoje ç'a bleve. Fol gjermanisht. Po ha me zemër. Nuk flet gjermanisht kur unë bëj video në shqip. Po që ka bler këtë bluzën e Spanjës, me Spanja thot. Wow. Si? Ja, dashtetja. Këtu lexon Spanja. Të pëlqen? Blen edhe këta topat, Decathloni, gjemla. Ka UEFA Europa League? UEFA Europa League. Të vëtizën. Ja, dhe rojnë ku flet. Përmëndohet i thotë gjitha me tekstin shqiptar. Edhe morën të dy nga një top, i mora dhe mikit, me qënë se jemi, s'kemi nga vemi. Po bëjmë një hol. Morëm dhe mora këtë shishën e mikit, është kështu, e bëra si që bëjnë ato gocat këto, tregojnë produktet, por që është i nokë, e mora të Decathlon në më pëlqeu se kishte këtë shishën kështu. Ja mora mikit se i kishte humbe vetja e ujit, por kur e gjeta këtu te makina se kishte ngecur. Nëse s'ka problem. Se më pëlqeu shumë, kjo ishte për ofertë 9 euro. Morëm dhe këtë që ka Calvin, morëm ca lodra, këto rrjetat nëse i shihni kështu. Edhe syze për të notuar, morëm fëmijët, por qa bëm tjetër, shkuam dhe te Primark, morëm një çapa për Calvin, sepse kishim harruar sandalet. Edhe qa morëm tjetër ne? Mora unë një laps, ky që kam vendosur më duket, ishte 90 cent më duket. Qa ishte tjetër, qa morëm tjetër? Po, morëm edhe të madhe. Mori dhe Oki një ca budalliqe me stiqin, lapsa, du të marrë këto lapsa du për shkolla vitin tjetër. Edhe qa mori tjetër Oki, mami? Een boek, daar is stiften. Do kapim peshk, të vdes, unë si e ngre dorën, s'flet asnjëherë pa leje. I kam të edukuar fëmijët. Edhe, çfarë thoja, unë qoftë se shihni këtë modelin alla Sulo, Sulo atë rulkuqa mi mur, e kam bo unë. Blauwe boek. Mami, keni vapju këtu? Po si, nein, është hapën ngrota. Meine Güte. Ik wil nog gaan. Pse hapet e ngrota këtu? Po fikin fare. Nëse ich will auch nach Hause. Më ftohet më vapësh të brenda. E bëra unë se i thash ajt pres mami flokët. Ja kam bërë me shkallëzim, po kam bërë një 2-3 gërtata të vogla, po ka vetë përse. Blauwe boek met stiften, die is stiften. Ja të gjë njërë. Tani më presin të një. Fytyra ime qënë të ishtë për qeka. Nëse të e halë kjo dënja. Ndërkohë imi andej që është super e azaruar, unë tu. Shkëlqep fytyra. Por kështu u kënaqem shumë, nëse përfundim morëm dhe këto të Starbucks, u kënaqem tani, jemi realist, fëmijët lodhin, me qenë se kemi dhe këtu në makinë, po duhet ta them një kinec që mos ta kuptojnë. Edhe njëri qante, njëri kishte një kërkesë tjetër, njëri donte të shkonte në tualet, njëri donte të blinte diçka, njëri ikte këtej, jo andej. Por mbijetuam, po janë doli kjo. Sërëllopja. Jemi porosite këto te Starbucks edhe jam vuri të gjitha me emrin Calvin, po me C. Edhe unë i thash, pse s'shkruajt emrin ti mua? Tha, nuk e dija që doje emrin, tha, unë e shënova kështu kote, të gjitha ishte për Calvin. Më thash, pse po thoshte ajo Calvin? Po që shikni se interesante. Ja se po vjen babi shpirt. Me qenë se shkova, ju tregova gjitha gjërat që mora, shkova bleva edhe këta, një për mua,
edhe një për Brisin, dhuratë, do me thënë nga Majorka. Qa do jetë? Qa do zëma ime? Mine's blood like sticker. Na, i do një këto kokoshkat? Of course. Edhe me qënë se thashtu t'i blia në një gjë kështu tip aksesori, po Brisi ka qenë vetë në Majorka edhe ka bler besoj kështu që thashtu i marrë diçka funksionale edhe sa më pëlqeu kjo me limona, nuk e di do me thënë, edhe janë këto limona tu bukur shumë. Edhe kjo gjëja që vendoset për të ngrënë në një snack, me sa kuptova unë, do të vendos në një biskot, ndoshta po do ta shoh mirë në shtëpi, por ishte ekstrem shumë e bukur, shumë e bukur, ishte sa e bukur. Mora dy që i kemi të dyja njësoj. Vaj mend Brisi më ka bler një pasqyrë kur erdhi nga Majorka, një pasqyrë dhe diçka tjetër apo vetëm pasqyrë. S'maj mend mirë, po një pasqyrë. Kështu që do shoh se çfarë do të blej dhe unë, do një gjë rovit, do një gjë punatës, edhe në një gjë për veten time dhe të shohim nëse i marrë në një gjë mamit ose vjerës. Tu pa tu bën nëse shkojmë në një vend me suvenir. Keni dëgjuar se kam lëndri të derën hapur, po unë do të marr, siç e thash, hapse bira, se gjithmonë marr hapse bira kudo që shkojmë. I kam shumë qejf. Edhe më ngjan se diçka e bukur, do të thënë këto hapset e birave me vendin e shtetit ku je duke bërë pushime ose ku ke shkuar. Vetëm në shtëpi tani unë vesha pijamat e mia cute të pambukur që janë shumë të mira, të do shihni kudo në video sepse duhet këtu. Edhe po, tani po presim të vijë Ivi se porositëm një picë, se orarin e darkës nuk e kapëm dot. Ne duhet të bëjmë all inclusive se ne kapim dot oraret, qose dëgjoni këtë zhurmë e kuptoni çfarë është tualeti, nesër. Kështu. Po pres tani që të vi Ivi sjellë pizza sepse ne nuk u ulëm se do shihnim dhe ndeshjen e Spanjës, por zotëria e vogël Michelangelo vendosi që të flinte fiks 3 minuta para se të vinim tek shtëpia dhe nuk ndjente në botë. Unë i ndrova pelenën se siç ju thash makinë për i kakën edhe pastaj e vesha me rrobat e gjumit, qazi bëra do me thënë të përsëri e zuri gjumi. Do me thënë nuk ndjen dhe fare, kështu që nuk ja vlen që ne të ikim, edhe pse jashtë ishte një temperaturë perfekte për të qëndruar deri vonë, por që ata janë mësuar me oraret e tyre dhe nuk kanë faj. Kështu, tani presim që sjell Ivi picat edhe të shohim ndeshjen ne të dy, fëmijët besoj do flenë që të tre, që të dy të tjerë, do me thënë që kanë vetur, Kalvin është gati duke zënë gjumi dhe kur e zë gjumi Kalvin, ora du tjetë diku tek 9:30, jo 10 tek 10 e sigurt, nëse zë gjumi Kalvin do të thotë që është super i ndodhur dhe do të thotë që të tre fëmijët janë ndodhur shumë, sepse Kalvin është fëmijë që shtrihet në orën 7:30 paca, por që zë gjumi goxha vonë se ne bëjmë shaka themi mendon vretmendin për hallet e shtëpisë. Kështu. Edhe unë tani do të heq pak make-upin, do të kap flokët edhe do ha në një gjë edhe pse nuk pas ka Morex fare. Tani u kujtova që tek ajo qendra tregtare, përveç atyre që morëm edhe këto, mora unë 2 maska. Pastaj mora këto preç këtë vogla për mikin me Spider-Man, se mikin gort për Spider-Manin. Edhe ja kemi marrë me Spider-Man për 3-4 vjeç sot kjo, por që pasha ato që ishin 5-6 dhe që shumë të vogla, kështu që e mora 3-4 mos të merja masën e vet. Edhe me qenë se ai tani ka hequr pelenën para ditës, domethënë gjatë ditës, edhe i mora këto që të jetë super. Edhe pse më duhet të them që dhe gjatë natës Miki nuk e lag fare, nuk e di se si ndodh kjo instinktive apo truri i tij e ka fiksuar që ai nuk do ta bëjmë pipin në pelen ose në pantallona, nuk e di, në breçka, kështu që në të brendshme, kështu që nuk zgjohet në mëngjesi fat. Kjo është shenjë e mirë, që dhe mund t'ja heqësh natën, po për siguri unë do ja lë një herë që pse të ashtu. Kur mund ashtu. Të është shumë bukur. Besoj se një truk është i vendosni fëmijëve tuaj gjithmonë këto veshmbathje për shembull me karakterin e preferuar që ka të moshës, sepse nuk i lagin se kanë frikë se ju bëhet pis, do të thënë kjo gjëja me Spider-Manin. Kështu që nga ajo frika thonë gjithmonë, mami pipi, kaka, sepse kanë frikë se mos i bëjnë këto pis. Është një ide shumë e mirë, por duhet kujdesim që të jeni disa sepse ndonjëherë fiksohen me të njëjtat, edhe duan vetëm ato, kështu që keni pa kujdes se 2 vjeçarët janë pak të mërshëm motra të mia. Ky ishte lapsi që mora unë, në ngjyrë nude si këto që kam, nuk ishte kaq nude se del këtu, se si vinte si në portokalli.
Nuk e di, po që ishte shumë i bukur. Për në një cent, ku di pse e morëm këtë. Ishte super fare. Është që Kalvi ti humbi ai albumi me ato personazhet, jo personazhe me ta futbollistat që kanë mbledhur tani për botrorin, edhe ka qarë shumë, sepse harroj tek restoranti, ne morëm telefon dhe tha nuk është, kush e di kush ja ka marrë në një fëmijë, se këtu nuk është si në Gjermani si që jemi mësuar ne, që aty e gjën me muaj të tërë, ndoshta edhe me vite, se s'ti prek njeri, por që këta nuk jam shumë. Do me thënë, është një gjë që duhet ishte kujdesur Kalvi, ishte përgjegjësia e tij, kështu që ndodhi, u mërzit pak me thënë të drejtën, por që ne ja shpjeguam që është përgjegjësia e tij, sepse ne nuk na thash fare që e kishte atë nëse kuptuan, edhe ai nuk kujdes për atë, kështu që shkak pasoj gjithmonë ne ja bëjmë të ditur fëmijëve këtë që ishte përgjegjësia jote, kujdesesh për gjërat e tua, tani ndodhi, nuk e gjetëm më, thash, u mërzita pak me thënë të drejtën, sepse supozohet që gjërat që ata gjejnë aty ta marrin, po edhe ta ruajnë në momentin që dikush vjen për ta rrimarr apo për ta kërkuar, por me siguri ta ketë marrë një fëmijë tjetër, thotë kishte pafund fëmijë, edhe thjesht e ka marrë dhe ka ikur dhe kaq. Kështu po ne tani s'kemi çfarë bëjmë, ku e muhabet. Do t'i japim të larë në dorë këtyre që t'i vesh miki nga nesër, edhe do i vetë thahen jashtë sepse koha është perfekte për t'u tharë këto. Mirë mëngjes nga një tjetër ditë, si që vut të re, ne shkojmë që të hani mëngjesin, edhe tani do shkojmë te plazhi, edhe pse sot nuk është një kohë wow, me thënë dielli është perfekt, është shumë bukur, por fryn erë, edhe normalisht në fëmijët vegjël ne kemi pak do me thënë tregojmë pak kujdes veçantë këto ditët që ka erë, se normalisht ata duajnë në det dhe kur dalin pastaj e fryn erë, kështu që s'duam të ftohen. Nëse, gjithsesi ne sot do të shkojmë në një plazh tjetër, që është plaja de Alcudia, që është ky i këtij zonës këtu ku jemi ne. Është Elize që është një nga këto që o tregova unë pak tje në video. Një super malore, pastaj dishez është shumë e bukur. E hangër mëngjesin që nuk ishte ndonjë wow, po mirë kaluam. Të shfrytëzojmë pak kohën tani, të bë pas ditë çfarë do bëjmë, nëse do se deri nga ora 5 e ka dhënë për erë, të shohim tani se sa bëhet edhe këtu moti për korrektësi. Edhe të organizojmë ditën si më ndrysh ose me aktivitete. Sa bukur që duket. Kjo pamja këtë ideti është shumë i ngrohtë, shumë i mirë, më i mirë se ai thjeshti edhe është goxha i cegët, domethënë jam 5-6 metër më tepër është i cegët, shumë bukur. I lam fëmijët tani tek një kështu për kujdeses, betrojum si bje, nuk e di, se e kuptoni vetë ju, këta që ruajnë fëmijët edhe po vizatojnë janë këtu mbrapa. Aq shumë sa prapë janë këtu. Thoti kemi aq shumë sa prapë nga ngeli një, edhe në të vërtet mikin e mbajtëm, sepse miki është shumë i vogël për aty. Edhe kështu, do ikim tani të pim ndonjë birë së bashku, ndonjë koktejl, ndonjë gjë të lezetshme, të shijojmë këtu një 20 minuta. Sa tha ajo jetë? Po, 12:45 mbaron aktiviteti. Keni kohë si ta e zashura 12 pa 5. Keni kohë deri në 12 pa deri në 12. Kështu, i kam tani të marrim në gjë të shijojmë pa këto momentet. Eti. Blu? Që ngjyre ishte kjo? E tham ne do me blesha fullore, po kujdole. Edhe tham në që ngjyre do yellow. Yellow. Ui. Do ujtë i shpritme. No? Dhe spalla? Nike ka bërë në pak qëtu si febrar, ka që
Papagaya. Gjemja ime papagaja, kur papagaja kishte mundet të me sekrecione dhe nga vrarë pa. Jam e morëm me i limonat. I zjuar. I zjuar. E nërmeni këto, i pa shkom po merë me një burger të që. Tani që kemi lënë ata atje, thjesht po rrim po pim këtu në një gjë të lezetshme, po nuk dim të organizohemi fare kur nuk kemi fëmijët. Nuk e di nëse ju ndodhet dhe ju që jeni prindër, që kur ju ikin fëmijët nuk dini si të organizojnë, nuk dim të jetojmë të qetë. Është pirt. Akumule. Klap makulole, hajde. 2, 3, let's go! Gjemra ime, si kërcen nga muzika. I ti amighi, muzikë!